Hello njerëz, let's spend one day of vacation together me boyfriendin. So kemi ardhur në një qytet, faktikisht brenda shtetit, nuk kemi dalë jashtë shtetit, kjo është Pamja. Pastaj kemi parkuar makinën edhe kemi shkuar në një hotel to check in. Faktikisht boyfriendi kishte prenotuar një suite, nuk ishte shumë e madhe sepse qyteti nuk është shumë e madh, prandaj hotelet domethënë ishin kind of basic, por morëm një suite edhe kemi kaluar natën aty. Kjo është një tour i from the bathroom. Do më thënë nuk është shumë e madhe, por shumë e vogël nuk është. Këtu jemi duke dalë sepse plani ishte që të shkojmë shopping në një nga qendrat më të mëdha tregtare të Gjermanisë. Për ata që jetojnë në Gjermani e di se ku është ky vendi. Here we are. Do më thënë I don't know what's wrong with Germany, por që nuk është shumë qendër super e madhe, por it was fun. Edhe of course pa matcha nuk mund të shkojmë shopping në asnjë vend. I love matcha. Gjithë e din tash. Këtu më duket kemi shku ke Bershka. I don't know, ose Bershka ose Zara, sepse di që veç këto dyja kam marrë në video, për shkum diku. Edhe pastaj, boyfriendi, of course, duhet të spoil himself me një, më duket frozen yogurt e quajnë, edhe he added a lot of candies. Do të thënë krejt çaun nuk pëlqej, ky i pëlqen. Faktikisht, kjo ka qenë një ditë like vacation që boyfriendi mu ma bëri surprise, so I was not really ready for this. So yeah, I really enjoyed it. Shpresoj që të më spoil boyfriendi më shumë me kështu lloj pushime, sidomos tash që nuk jam duke punu për një kohë të shkurtër, edhe më duket pastaj kemi shku ke Zara. Anyways, shumë faleminderit që më ndoqët. I will see you in the next video. Bye.